Përshëndetje shikuese në Përsfida, mirë se po takohemi edhe këtë diel, po besoj që tashmë po e kuptoni që nuk ndodhemi në ambientet e klan Kosovës, pasi që kemi ardhur këtu në Shqipëri, konkretisht në Elbasan, të takojmë një nënë të mrekullueshme, një grua shumë të zonjër, e cila kaloi sfida të mëdha në jetë. Në fakt është një histori që prek zemrat e të gjithë neve. Me mua sot në Përsfida, Nexhi. Nexhi, shumë kënaqësi të jemi së bashku sot. Faleminderit juve për ftesën që më vot dhe është kënaqësi që të jem në emisionin tuaj. Je gati të kalojmë në Përsfidat tua? Sigurisht. Si të trajtoj jeta Nexhi ndër vite, një vajzë që e ndërronte një partner në krah, një vajzë që besonte shumë në një dashuri, por që ajo dashuri doli ta zhgënjej aq shumë. Si ishte e gjithë kjo? Në fillimet e mia, ku unë isha 18 vjeç, sigurisht që ndërroja si një adoleshente, dhe normal që u dashurova, ndërroja të kisha një familje, gjatë kohës që edhe vetë po studioja për një të ardhme më të mirë, u dashurova, por ndonjëherë zoti apo situatat të sillin në atë pikë që ti nuk e mendon që do kalosh gjithë ato sakrifica. Ishte fati, ishte shkruar, ishte gabimi im. Nuk e di, sot e kësaj dite mund të them që prap unë ja dola, të dilja nga ajo situatë. Po një gjithë një vajzë e re, sikur e pati një guxim shumë të madh, ta bëje një hap për një bashkëtesë mes ju të dyve. Sigurisht. Sepse bisedoronte dashuria dhe në atë fazë nuk mendoja gjë tjetër vetëm të ishim bashkë. Kështu kaluan vitet, mas një farë kohe të gjatë bashkëtese, menduam ta kurrizonim me një dasëm. Por gjatë gjithë kohës ka qenë absolutisht që unë kam shprehur dhe kam treguar më përpara të vërtetën e jetës time, sigurisht që ka qenë dhuna. Një trajtim ose një dhunë e përhershme gjatë gjithë kohës. Sikur në fillimet e juve si çift, nuk është që kishit edhe përkrahjen e familjarëve që ju të ishit bashkë, por pse? Sepse të ati, sepse nuk kishim besim tek ai që neve duke ngjojtur si duket tipin, sepse nuk isha femra e parë që ishte në atë shtëpi, pavarësisht se isha vetmja femër që kurrëzu në dasëm edhe në ardhin e jetë një djali, por kishte kaluar dhe histori të tjera që ishin po të ngjashme siç ajo që më ndodhi mua. Dhe si duket, familjarët e veti tremeshin një të ardhme me mua dhe nuk donin. Nuk donin, pavarësisht se ne vazhduam dhe prej 8 vitesh. Aso kohë, ish partneri juaj nuk është që punonit vetëm jo? Jo. Dhe ishte një unë isha sfidë për juve studente kjo. në fakt, në atë kohë, dhe punoja në Shitse në një dyqanet e Tiranës. Nuk punonte, por unë nuk isha e nisur që ta shija në atë aspekt. Sepse mendoj e vogël, vetëm 18 vjeçe dhe nuk i mendoja më shumë gjatë gjërat. Dhe gjithë kohës, vetëm vitet e fundit filloi të punonte. Dhe gjithë kohës kemi jetuar ai pa punë, po njëkohësisht dhe mua më hoqi nga puna. Të hoqi nga puna? Po. Për çfarë arsye? Po, në atë kohë ishte pjesa e xhelozisë. Ka qenë dhe shumë xheloz. Dhe ndërkohë që futesha në punë, tentoja, edhe pse aplikoja, sepse ne u detyruam që të dilim dhe shtëpi me qira, siç unë kam thënë. Dhe nuk donte dhe detyrimisht shumë duhet ta lija punën. Ju nuk qëndrua do thot aty ku veç fillua bashkëtesën ju të dy, tek vjerrit themi kështu. Jo, gati 2 vitet e para mund të kemi qëndruar aty, pastaj u detyruam dhe dolim shtëpi me qira. U detyruat apo ishte ndonjë kërkesë nga ai? Nga nëna e tij. Nga nëna e tij, sepse ashtu e logjikonte që neve ta përballonim vetë jetën.
Do më thonë që në vuri në përpara një përgjegjësie që edhe ai të punonte dhe unë normal që të punoja dhe të përballonin vetë jetesën tonë. Sepse ndërkohë ne ishim të dy pa punë dhe që të rrinim në shtëpinë. E bëri edhe më të vështirë mënyrën e jetesës? Sigurisht që po, sepse s'kishim asnjë të ardhur përveç se ndihmonte motra e vet që i sillte të ardhura sepse jetonte jashtë. Si ndryshoi sjellja e tij në karshiteje pastaj? Përveç vitit të parë, gjithë vitet e tjera ka qenë dhunë, lot, të qara, sepse për çdo gjë më bënte mua fajtore. Siç unë e kam shprehur dhe më përpara. Ai kishte 10 vite diferencë ndaj meje, edhe unë mendoja që do mësoja, se kur krijon një lidhje me diferencë moshe, mendon se nga partneri do mësosh, jo se do ta bëj jetesën më të keq. Por fakti ishte që më ndodhi e kundërta. Dhe kështu erdhi si pasojë dhunës së dorës, kur në vitet e sotme, që jam në këto momente, unë e mendoj dhe logjikoj që personi ka karakter atë gjë. Po çfarë bën një grua të duroj deri në atë pikë të përjetoj dhunë dhe të vazhdoj të qëndroj me një njeri të tillë? Frika për të përballuar vetë jetën. Frika e paragjykimeve, sepse mua më detyrohesha të kthehesha në Elbasan, nëse siç më ndodhi që u ktheva në Elbasan. Opinioni njerëzve, paragjykimet, sepse u bë një dasëm, erdhi në jetë një fëmijë. Dhe në tip ne jemi rritur nga familjarët e jonë që familja është e shenjtë. Çdo që të ndodhi, familja është e shenjtë. Dhe unë e doja dhe e mbroja me forcë, me shumë forcë. Mundohesha që çdo gjë që ndodhte unë ta ktheja kundrat, po ajo nuk ka ndodhur. Edhe sigur kjo të dëmtoi edhe më shumë. Po sigurisht, më dëmtoi emocionalisht, më dëmtoi fizikisht sepse ishte edhe dhunë fizike, më bëri një femër shumë të dobët, kur kisha shumë ëndra për veten time. Dhe por më mrapa kur zhygjëm unë i dash drejtim, atëherë kuptova që jo, unë s'kisha humbur akoma, isha po e njëjta. Dua të ndalim tek mëmësia. Atëherë kur e kuptuat se ju jeni shtatzën, e mendua që sadopak do ta ndryshonte marrëdhënien tuaj ky lajm? Do ta bënte më mirë? Ka ardhur spontanisht, domethënë pa e ditur neve, ardhja e çunit ose çungela shtatzan. Edhe u gëzova shumë, sepse mendova, sepse më në fund edhe mund të fëmia, siç e kemi dëgjuar, që të ndryshon. Por ja, nuk ndodhi. Ndodhen më shumë probleme. Mbase përgjegjësitë u ngritën më shumë, edhe nuk ishte javë që ta përballonte atë përgjegjësi si baba, si prind. Shpenzimet ishin më të larta, as diskutohet. Erdhen që debatet e më shumë të erdhen që kur isha shtatzan, që bëja kontrollet e egos, që duheshin përballuar, pavarësisht se ai në atë periudhë ka qenë në punë, por sulmet ishin, si nga familjarët, si dhe vetë ai. Unë kam treguar më përpara që kam pasur dhunë edhe gjatë shtatzanisë, edhe dhunë kur kam qenë martinitet, sepse djali për këtë arsye lindi edhe shumë para kohë. Ka lindur 27 javësh, edhe vetëm 1 kile. Por në atë momente, edhe pse ndodhesh dhuna edhe në spital, unë nuk e mendoja prap ndarjen. Mendoja vetëm djalin që të bëshe mirë. Pas gjitha këtyre torturave, vazhdoje ta mendoje vetëm djalin dhe të qëndroje në atë martesë të palumtur. Po, sepse kur të vjen fëmia, të rriten përgjegjësi, siç e thash, dhe mendon që të arrisësh në një familje të lumtur. Po sikur ajo familje lumtur nuk do të rritej në atë ambient. Nuk e mendoje këtë gjë. Fare. Në ato momente jo. Një gjithë që përjetuat dhunë edhe gjatë kohës së shtatzanisë, madje patet edhe probleme shëndetësore. Si ishte kjo për juve? Si e kujton? Cilat ishin ato ditët më të vështira që ju i kaluat? Ditët kur doktoresha më thot që sa kisha hyrë në muajin e 7, më thot që ne
zhvillimi i djalit ka ndaluar dhe ti duhet të operohesh patjetër. Ajo ka qenë ndjesia më e keqe e imja dhe frika që do jetoja, sepse nuk na dhanë shpresë as mua as djalit kur kam ikur në spital për të operuar, ishte një tmerr. Një tmerr që nuk ja uroj asnjë nëne ta përjetoj, por dhe nuk kisha askënd pranë, i kisha fizikisht, po jo shpirtërisht, që të më jepnin forcë, vullnet, ishin aty, por nuk më jepte askush vullnet, deri në momentin që erdhi nëna ime dhe më ka kapur duart, ndërkohë që isha shumë e zverdhur, sapo kisha firmosur që unë nuk do jetë me shpresën që 50 do jetoja, 50 nuk do jetoja bashkë me djalin, nga doktoresha dhe më thot vetëm një fjalë, e do djalin? Po e dua, i kam thënë. Forca, se ti do ja dalësh. Edhe në këto fjalë më dhanë forcë dhe kam hyrë në operim dhe dole me sukses. Sikur përveç nënës tënde, askush tjetër nuk qëndroi pranë teje, ta mbaj dorën në atë moment të vështirë të jetës. Fizikisht ndodheshin aty, por shpirtërisht apo për të shprehur një fjalë të ngrohtë, jo. Po sikur ish partnerit tënd nuk i interesonte as shëndeti i djalit që ju tashmë. Jo, e mendonte, atë e thoshte që për shembull mos u mërzi se do dalësh mirë, por jo atë ngrohtësinë e bashkëshortit që do ta ndjej çdo themë. Ai moment kur e nënshkruat atë letër, si ishte për juve? Sot kur e kujtoj më them, pas kam qenë shumë e fortë. Se të pranosh diçka që do ndodhi me dorën tënde, ka qenë tmerr. Por gjithmonë me mendimin që unë doja dalë. Doja dalë dhe do e fitoj çunin, ta kem në krah. Ku e gjente Nexhi këtë forcë, këtë motiv për jetë? Nuk e di, mbase më vjen edhe kështu natyrshëm, ose është edhe pjesë e karakterit, sepse po mos isha e dobët, nuk do isha këtu ku jam sot. Atë moment kur djali erdhi në jetë, u vështirësua sa të pak gjendja jote shëndetësore, apo gjithçka rrjedhte edhe më mirë? Gjendja ime shëndetësore, jo, ishte shumë mirë, edhe djali, më në fund ishte shumë mirë, duheshe tmerrsisht kujdes, sepse ai ishte vetëm 1 kile dhe duheshe patjetër që të kujdeseshim si në ushqim, si në gjithëdhënie, që mua nga stresi dhe nga gjithë sikleti mund ndërprej dhe gjithëdhënia, por unë ja dola duke përkujdesur jashtë mase, se duheshe mbajtur dhe pse ikëm në shtëpi, duhet të mbajtur si në inkubator, që ai të merrte zhvillim. Po ikja në shtëpi ishte një torturë pastaj, sepse debatet fillon prap, sherret prap, grindjet, dhuna fizike, sigurisht që prap, sepse po aty për një fjalë timen, që unë nuk e quaj gabim, por për atë ishte gabim, një përgjigje që unë i bëj nënës së tij, erdhi pasoj dhuna. Po në martinitet. Dhunë fizike, do thot. Po. Aty në martinitet, aty e kam kuptuar pastaj që sa do t'ja përshmundësi një personi, prap nuk ndryshon. Por me daljen nga martiniteti, prap të kapte ajo rutina e familjes, ajo kur i shije djalin, që po rritesh dhe kam duru dhe 1 vit e gjysmë të tjera. Nuk hoqa dorë. Edhe pse familjarët e mi e morën vesh edhe më kërkonin që unë të kthesha në Elbasan, unë prap i jepja mundësi 1 herë, 2 herë, deri ku më në fund pastaj kur djali ishte 1 vjeç e gjysmë, afër po bonte 2, aty mori fund gjithçka. Unë u bëra shumë e fortë, mas një debati shumë të madh, aty e thash që stop. Tani do jem unë ajo, që nuk do kem më kthim. Dhe u ktheva në familjen time, tek vlleztë e mi, tek nëna ime që më hapën dyert gjithmonë. Realisht Nexhi, me atë çfarë kam dëgjuar nga ty, ka qenë një situatë kur ish bashkëshorti ushtron dhunë ndaj teje në sy të vllait tënd. Ka qenë Deri në këtë pikë eskaloi situata?
Jo vetëm syt të vllajt, edhe në syt të nënës time, ku dora që ka ngritur ndaj meje, ka rënë dhe nënës time, e ka prekur. Por ne jemi rritur në një familje shumë të bashkuar. Dhe ecni me parimin që nëse do t'i kthehemi me dhunë, asgjë nuk do fitojmë. Asgjë nuk do zgjidhim. Dhe gjithmonë vllai im, ndërkohë që ushtronte dhunë tek unë, e kapte në qafit thoshte të kam vëlla, gjë që unë e kam cekur e më parë kam treguar. Por nuk ndryshonte gjë. Nuk ndryshoi asgjë nga rrjedhja e asaj që ishte nisur për të bërë, që është ndarja. Po ne gjatë gjithë kësaj periudhe, duke qenë se e ke arsituar në mira e mira raste, kur ka qenë ai momenti që e ndjesh shumë e dobët, karshi krejt kësaj situate, para se të merre gjithë këtë vendim? Unë nuk e kam treguar, po as në daljet e mia të tjera, po e tregoj për të parë ke ty, që ka qenë një moment shumë i tmerrshëm kur kisha 3 ditë që nuk flija gjumë sepse djali ishte me temperaturë dhe më bllokohet një pjesës së trurit kur unë nuk merrja komanda që të shkruaja thjesht një mesazh. Por shkruaja mesazh dhe shkruaja tjetër për tjetër. E mbaj mend dhe i them më ço vetëm në spital. Më ço se unë nuk e komandoj dot dhe nuk po di çfarë veprimesh po bëj. Edhe vetë shikonte që unë nuk isha, sepse isha 3 ditë pa gjumë, nuk më ndihmonte, sepse djali ka vujtur shumë, deri në moshën 3 vjeç, smuresh shumë me temperaturë. E duke veshur çizmet, sepse ka qenë dimër, dhjetor, vesh një çizme tjetër, një tjetër. Aty më fillon më tall. Më përbuz, më bullizon, e mbëll dhe video. Që për veprimin që unë bëra, kur unë në fakt nga gjithë stresi, lodhja, nuk po komandoja dhe nuk po dija çfarë po bëja. Okej, më çon në spital kur doktori më thotë që është vetëm stres. Më jep disa ilaçe aty, kur më shoh ato ilaçet në recetë. Jo, thash, unë jam akoma 27 vjeçe, nuk do arrit pi ilaçe kur, edhe për çfarë, mbase unë kisha në proces depresioni dhe unë vetë nuk e kisha kuptuar. Aty vendosa pastaj dhe i dash forcë vetes tim, por ky ka qenë një momentet më të këqija. Po si mundet një njeri që t'ja bëj nënës së djalit ti gjithë këtë padrejtësi? Mos ta kuptoj një situatë që po kalon shumë të vështirë, një depresion pas një lindje. Edhe ndërkohë që isha dhe 3 ditë pa gjumë, ndërkohë që i rria djalit ke koka, dhe ai nuk kujdeseshe, po vinte nga puna dhe shtriheshe flinte gjumë dhe nuk do t'ja dinte që ishte me temperaturë apo ishte në gjendje të keqe fëmia. I kam kaluar vetë të gjitha. Sa net pa gjumë. Për të arritur se normal ishte vetëm 1 kile. Shtatanik ishte, kur ka lindur ishte pa krijuar fare. Kishe frikë si ta rrisje? Jo. Do thot ka që guximshme ishe që çfarë do që... Shumë, sa e kam marrë e kam larë. Që ditën që ai ishte pa bërë 2 kile, mora një, si themi neve nga Shqipëria, legend vogël, e mosha me ujë, edhe vetëm me maja kështu se ishte sa një bidon Coca-Cola i vogël. Aty e thashëm që ose të arris këtë fëmijë vetme, do arrish shumë gjëra në jetë. Po sikur e vetme ishe gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë gjithë jetës tane, edhe para se ta merrje një vendim për një divorc. Ashtu jam ndjerë gjithmonë. Gjithmonë ashtu jam ndjerë. E vetme. Po ku e shifshe shpresën që do bëhej mirë, ndoshta, me qenë se vazhdonit të qëndronit? Jo, nuk ishte kjo arsyeja që unë se pretendoja që të ndryshonte. Ishte thjesht nuk doja që djali të rriteshe pa babajin afër. E kishe të rëndësishme që djali ta ketë figurën e babait? Sigurisht, e kisha rëndësishme familje. E doja shumë familjen. Por ka pas nga ato momente në gjithë që ke menduar edhe më të keqen për veten tënde? Ka pasur, shumë herë. Ka qenë dhe atëhere, përpara se të ndahesha,
por ka qenë dhe tani së fundmi. Para një vite e gjys. Kjo e fundit ka qenë më e keqja që mund të më kaluar, si mund ta quaj. Në të gjitha të dhunën, unë këtë e quaj disfatën më të madhe të jetës time, që më ka ndodhur para një vite e gjys. Si ishte ajo shpresa për një jetë më të mirë së bashku me djalin tënd pas atij vendimi? E mendoje që një ditë do të bëhej më e mira për juve? E mendoja gjithmonë, sepse kur shifja që djali ishte mirë, po ecte mirë, mbështetjen e familjes time e kisha gjithmonë, edhe mendoja pse jo të krijoj edhe një familje tjetër. Po kush ishte ai person Nexhi që ju ndihmoi më shumë për t'i kaluar këto ditë të errta? Familja ime. Mami dhe dy vëllezërit e mi, që i kam pasur mbështetje gjithmonë. Jam shumë e lumtur dhe ndihem shumë me fat që kam një familje të mrekullueshme. Ma kanë hapur derën gjithmonë dhe vazhdojnë të më ndihmojnë gjithmonë për çfarëdo gjë që unë kam nevojë. Këtu do t'jap edhe një mesazh të gjithë nënave, vëllezërve, që çfarëdo fatkeqësie mund të ndodhi me motrën e tyre, sidomos me femrën, mbështeteni. Sepse pa mbështetjen e atyre, ne nuk do ja dalim kurrë, sidomos të familjarëve tanë. Është shumë e rëndësishme në fakt mbështetja e familjes, pasi çdo gjë te kaluar themi kështu më lehtë. Por Nexhi, do doja të kthehem edhe pak te periudha e pas divorcit. Pse nuk e denoncuat asnjëherë për gjatë gjithë këtyre viteve që ai ushtroi dhunë ndaj teje? Kam tentuar njëherë, të vetme. Kam marrë në telefon, por atë ditë ka qenë nëna ime prezent aty dhe kur e shifja nënën që qante, edhe që mundoheshe gjithmonë për mirë, e kam kthyer te telefonat mrapsh. Që sot them është gabim. Duhet ta kisha vënë te telefonat, si për veten time, por edhe për djalin. Por më mbrapa ka qenë gjithmonë që mendoja që si fundja është babai i fëmijës, do paragjykohem nga djali, do më thot kur të rritem ti ke bërë një denoncim babait tim. Gjithmonë mendoja vetëm të mira. Nuk e mendoja kur t'i bëja dëm. Edhe pse sot e kësaj dite më ka bërë shumë dëm, edhe vazhdon të bëj dëm, edhe unë prap nuk jam hakmarrur asnjëherë përveç se kam treguar të vërtetën time. Kur thua që vazhdon të bëj dëm, ke situata që të përcjellin edhe pas një divorci? Në live-et e rrjeteve sociale, doli dhe më ofendoj, në televizor doli dhe më ofendoj, më bëri tradhtare, më uli totalisht atë dignitetin tim si nëna e fëmisë së tij. Lëre mos si femër, por si nëna. Dhe kjo është e dëmshme i madh për mua, pavarësisht se unë me të vërtetën time e te i kalova, edhe prap nuk i bëra asnjë lëgjoje, po thjesht besoj se kam sfiduar me thënë me të vërtetën time. Ti e një veten tënde shumë mirë, Sigurisht. dhe din çfarë periudhash dhe sfidash ke kaluar në jetë për të qenë kjo që je sot. Unë them këtë që njeriu do ndihet paqësor me veten qofse gjithmonë thot vërtetën. Dhe shpirtërisht do ndihet shumë mirë. Dhe unë jam shumë mirë, ndihem shumë e lumtur në veten time, sepse gjithmonë e them atë që unë të vërtet që kam kaluar dhe pse mund paragjykohem. Sigurisht që po mund paragjykohem. Normalisht, ne Kam marrë dhe gjithë kjo paragjykime. histori, ne pse diskutojmë dhe pse e flasim për audiencën, është se themi kështu mos të bëjnë gabimet e njëjta që keni bërë ju, apo Bravo, vazhdojnë të bëjnë po. gratë të tjera, të jetë një histori, një storje që motivon gratë që të vazhdojnë, dhe nuk është që jeta përfundon nëse ne marrim një vendim të tillë në jetën tonë. Sigurisht. Dhe mos të heqin dorë kurrë nga ëndrat e tyre, sido që t'i vi situata,
të heqin dorë sigurisht nga ajo që ato i bëjnë të ndihen keq, mos të kenë frikë, sepse mos sot, nesër do ta gjejnë vendin e tyre ashtu si ato dëshirojnë. Vetëm diçka të hecin gjithmonë me ndjesinë e shpirtit. Unë kështu kam hecur gjithmonë, me ndjesinë e shpirtit. Si rrjedhi jeta, si ndryshoi jeta më pas këtij vendimi për ty? Normalisht që një fillim i vështirë dhe një pranim me një realiteti kaq të hidhur, themi kështu. Kaluan ja 2 vite lot, paragjykime, kthim në vendin tim që unë nuk isha mësuar, si isha mësuar gati 10 vite. Nuk është se ka një diferencë në Elbasan, Tiranë, por jetesa është më ndryshe, as diskutohet. Puna është më ndryshe, isha e papunë. Por duke ndetur tek mami im, unë i kalova të gjitha, duke pasur mbështetje të 2 vëllezërit, si nga ana ekonomike, nga të gjitha, unë i kalova dhe kështu kaluan 2 vitet e para. Pastaj mas 2 viteve njoh një person, po nga Elbasani. Ti do thuash ne su dorëzove? Sigurisht që jo. Po si? Jam pro e dashurisë. Po nga erdhi ai guximi që ta ndërtosh një marrëdhënie të re, themi kështu. Pas gjithë atyre që kishe kaluar. Në fillim sikur ndjeva një lloj mbështetje nga ai person. Sikur çdo gjë që mua më kishte ndodhur në jetë nuk do më ndodhte më. Edhe realisht nuk ndodhi. As dhunë, as e lloj gjë tjetër. Në ato momente normal që ndjesha shumë e lumtur, sikur kisha gjetur më në fund personin e duhur të jetës time. Sepse dhe ai vinte nga një ndarje me një fëmijë si unë. Kishim të njëjtën histori. Dhe nga kjo dashuri, sepse unë mendoj këtë që femra sa më e madhe të jetë në moshë apo dhe mashkulli, mendoj se aty dashuron vërtet. Ajo është dashuria. Sikur e hape zemrën tamam me njohjen e dytë. Po, sikur ajo është për mua ka qenë dashuria e vërtetë, mendoj edhe është ajo e vërteta. Por edhe i dash mundësin vetes time që pse jo neç, fatkesi ndodhin, fatkesi ka ndodhur, pse po të sta fillosh edhe një jetë familjare. E doja shumë familjen, si që kam dashur gjithmonë. E doja dhe thoja, pse mos t'i krijoj dhe unë djalit tim një ngrohtësi si familjare, na shofi bashkë, po ai kishte një djalë, ne shkonim shumë. E dua shumë, e dua dhe djalin e tij shumë, sot e kësaj dite, edhe pse unë s'jam me atë, por e dua shumë se i ka qenë i vogël kur hyra unë, e tani është bërë goxha i madh, edhe e ndjej atë ma ka kthyer, si me thënë, reston e dashurisë. Ne gjithash, ju nga kjo marrëdhënie keni edhe një djalë. Po, do të thotë je bekuar me 2 fëmijë. Me 2 djalë. Çfarë do t'i thoshe Nexhit të dikushme që kajonte në përgjithë ato vuajtje? Që do jesh më e lumtur se kur. Me rritjen e të 2 djemve të tu. Çfarë do t'i thoshe grave që ndodhen në të njëjtën situatë sikurse ti? Forca, ne ja dalim gjithmonë, mos e humbni veten duke menduar apo duke paragjykuar veten tuaj në radhë të parë për vendimet apo veprimet që u bëni në jetë, sepse duke ne gjykuar veten tonë, nuk presim që t'na vlerësoj dikush tjetër. Duhet ta vlerësojmë veten tonë për atë që ne japim, për atë që ne bëjmë në këtë jetë, pastaj të presim të na vlerësojnë të tjerët. Si mund të ndërgjegjësohemi Nexhit që t'i ndihmojmë sa më shumë grave që përjetojnë dhunë, ne si shoqëri? Duke ashtrir dorën që nuk janë vetëm, duke japur një ngrohtësi që edhe ato mund t'ja dalin si që kam dalur unë, dhe duke i ndihmuar që të paktën mbase fizikisht ose po moralisht duke i dhënë forcë që të gjejnë
sigur dhe një punë, sepse shumë femra që nuk punojnë base e kanë shumë të frikshme që të shkëputen nga ajo dhunë, të bëjnë të pavarura. Femra pa arriti të jetë e pavarur, dhe jetë shumë e lumtur me veten e saj. Nëse do të mund të ndryshoni diçka nga e kaluara juaj, çfarë do të bëni ndryshe? Lidhjen e dytë nuk do ta bëja, por djalin do ta lindja. Po pse mendon që nuk do ta bëje? Sepse u zhgënjeva prap. Nga ai që themi kështu nuk e prisje edhe më shumë. Kjo ishte kur unë para vite gjys kam tentuar të vetvritem, të bëj një vetvrasje sepse nuk e përballoja dot një zhgënjim të dytë. Ishte një tradhti, një braktisje, si e imja si e djalit, me një femër tjetër. 2 vjet e kam pritur, e duke i bërë shërbim prindërve të tim, me mendimin që do iknim, do jetonim jashtë, sepse ndodhesh e jashtë, kur realisht ishte martuar me një femër tjetër. Dhe ka qenë humbje shumë e madhe tek unë, po prap e mora veten. Dhe mu forcë më dhan vetëm 2 djemtë e mi. Ato janë parajsa e jetës time dhe unë për ato do jetoj sot e tutje. Sa e dhimbshme Nexhje ta dëgjosh një histori që për ne është frymëzim kur e dëgjojmë, por e dhimbshme njëkohësisht, se çfarë ka t'i kaluar një nën dhe vazhdon ta ketë në fytyrë një buzëqeshje. Përpas kësaj buzëqeshje më shefët shumë çka. Shumë lot që ndodhin vetëm darket, kur nuk më shef njëri. Por kur i shoh çunat djemt, pastaj që ato kanë nevojë për mua, se vetëm mua më kanë, mu më japi më shumë forcë për të jetuar. Çfarë të emocionon më shumë? Dashuria që ato më japin çdo ditë. Kur ikin në shtëpi ose kur unë jam në punë gjatë gjithë kohës dhe më marrin telefon, mami, po vjen, mami, po vënohesh, mami do në qosh këtu, mami do në qosh atë, nuk kanë ndjesi më të bukur. Dhe them që unë do t'i jetoj për to dhe t'i rris me dashurinë më të madhe edhe me respektin ndaj një feme. Çfarë është lumturia për ty sot, Nexhje? Puna, që unë sot kam, po thuj se diçka timen, me ndihmën e 2 mikeshave të mia, unë kemi hapur një dyqan, kur unë e menaxhoj, jam gjatë gjithë kohës aktive, dhe kur marr shpërblimin asaj pune që unë po jap, dhe shkoj në shtëpi, lumturoj 2 fëmijët e mi, nuk ka lumturi më të madhe. Ne mundemi dhe vetëm. Dhe ja dalim, si mos më mirë. Sigurisht. Nexhje, duke qenë se kaluat gjithë këto përjetime në jetën tuaj, je hapur tashmë për njëjë të reja, apo sikur e ke bllokuar zemrën në këtë aspekt? Jo se paragjykoj veten time që mund të më ofendojnë të tjerë të thënë që 1 burr, 2 burr, sepse e kam marrë dhe në rrjetet sociale këtë ofendim të shumt, nuk më bën përshtypje fare. Po se dëshiron një grua të divorcohet nga dikush që e dashuron? Normalisht që jo. Sigurisht. Por unë nuk jam e hapur për vetëm faktin se nuk kam më besim. Te ka humbur besim? Totalisht. Shumë. E beson që me kohën mund të rikthehet besimi për një dashuri? Mbase. Nuk them dot jo. Për çfarë vjen në të ardhmen nuk e parashikoj dot, sepse po të them jo, mund të bi kontradikt me veten time dhe mbase mund të ndodhi ajo ndjesia. Por për momentin jam shumë e lumtur që më në fund po realizohem vetë si femër, po mbaroj shkollën e 2 time dhe e shoh veten time shumë lart. Sigur ëndra që i ke lënë dikur tashmë po jetësojnë. Edhe pse me 2 fëmijë. Që kështu çfarë ne duam në jetë arrim me sakrificë, pa sakrificë, çdo njeri po i vuri një pikësini vetes do ta arrijë patjetër. Pa diskutim. Po Nexhje, si arrin ta bësh balancin mes jetës personale dhe profesionale, duke qenë se je një nënë e vetme?
Me ndihmën e familjarëve, kam ndihmën e mamit që më ndihmojnë. Mami si çdo herë aty pra? Po, në çdo moment. Si po Nexhi nuk e la Asnjë moment. I kam thënë deri në momentin që të më rriten çunat, je me mua. Pastaj shko ke vëllezërit. Pavarësisht se të dy çunat e mi nuk rrin dot pa nënën e tyre. Është adhurim. Janë mësu me to më shumë, ndoshta me prezencën e saj, ndoshta edhe më shpesh se sa me të ndër. Sigurisht, edhe tani këto momente janë me atë. Dhe mirë që e ke Nexhi, ka shumë rëndësi e bekume që e ke nënën në krah dhe familjen që të përkrah vazhdimisht në çdo vendim që ti e ke marrë në jetën tënde. Është për të përgëzuar dhe realisht kisha kërku përmes këtij emisioni që çdo familje e çdo vajze që përjeton sfidat e ngjashme të jetë pranë saj, të hap derën, të qëndrojë në çdo vendim pas, sepse asnjë grua nuk e bën një martesë që të divorcohet apo që të dhunohet, si në rastin tuaj. Sigurisht. Besoj se asnjë femër nuk do doj që atë që ajo mundoj ta krijojë me dorën e saj, që është familja, ta shkatarroj. Që kështu të jenë mbështetës, sepse me kemi ngjuar shumë raste ku femrat kanë përfunduar në vetvrasje, kanë humbur jetën. Kjo mendoj unë që ka qenë shkak e vetë depresionit që ato kanë kaluar, por edhe që s'kan pasur asnjë mbështetje. Që kështu familja është kryesorja. Krejt në fund nëse ke diçka më shtu për shikuesit e Nëpër Sfida? Të ndjekin sa më shumë sepse je adhurim. Nexhi, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, për kohën, e di që i ke lënë 2 djemtë, por i kena për kujdesje të sigurt. Sigurisht, mami. Ku ka më mirë. Falenderoj edhe një herë për kohën, shumë kënaqësi të të kisha në Nëpër Sfida. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Deri këtu. Sepse nuk është as pak e lehtë të rikthejmë në kohë, sidomos në periudhat dhe situatat e tilla. Faleminderit juve. Natësie e madhe. Dhe uroj gjithë mirën. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve shikues të Nëpër Sfida që na ndoqët deri më tani, e ne shihemi të dielën e ardhshme.